kthehemi një herë tek duke patur parasysh mënyrën se si funksionon gjykata kushtetuese. Unë kam pikë dyshimi, jo vetëm për çështjen Balluku, por edhe për çështje të tjera. Gjykata kushtetuese është një gjykatë që merr kohë. Pra, është normale thua, pra nuk ka asgjë të keqe. Pavarësisht se çfarë do bëj Komisioni i Mandateve nesër i Kuvendit të Shqipërisë, gjykata kushtetuese është institucion që sipër palëve dhe ajo merr kohën e vet. Dhe ajo nuk mund të vendoset në agjendën politike të vendit. Qoftë për majorancën, qoftë dhe për opozitën. Mjafton të kujtoj që vetëm në rastin e telefonave që kishim me kolegun Qyno, u deshën 6 muaj dhe nuk e di pastaj për të zbardhur vendimin. Kështu që nuk mund të pritet një vendim kaq i shpejt nga gjykata kushtetuese, sepse thash gjykata merr kohën e vet. Dhe nuk është se ka ndonjë detyrim që do ta japi kaq shpejt. Për më tepër thash çështja është madhore. Në rastin konkret, unë besoj që jo javën tjetër, por do të kërkoj më shumë kohë. Më shumë kohë thua. Dhe ne nuk mund të mbivendosim kërkesën që SPA ka çuar në Komisionin e Mandateve me vendimin që merr gjykata kushtetuese. A mund ta përdorin forcat politike për agjendën vet politike? Patjetër, edhe kryeministri përdor, dhe opozita ka drejtën e vet ta përdor, por gjykata kushtetuese thash është mbi palët. Është institucioni që i pret mandatin Presidenti i Republikës, shkarkon kuvendin, pra është sipër palët. Dhe duke patur këtë tagër, ti mund të i kërkosh asaj. Ja shikoj, një gjyqtar mund të kërkojë më shumë kohë dhe ata janë të detyruar që të marrin vendim. Plus duke patur parasysh rëndësinë e çështjes, ata mund të kenë kërkesa të tjera ndaj palëve, gjë të cilën ne nuk e marrim dot vesh se janë komunikime private online, jo nuk janë private, janë komunikime online, kryesisht shkresë ata dërgojnë pyetje, dërgohet një shkresë. Pra, nuk më çudit kjo gjë, biles do më habiste e kundërta. Nëse gjykata kushtetuese do të merrte një vendim kaq të shpejt, do të më dukej pasaj që do të mbivendosej në kronologjinë e ngjarjeve që kemi në vend. Kështu që nuk më çudit kjo. Ta lëm gjykatën kushtetuese. Pra, që të japi ekstraktin e vendimit, se vendimi i zbardhur pastaj do të kërkojë një kohë shumë të gjatë. Përjashtojmë rastin kur mund të kemi edhe një vendim pakice. Pra, kur mund të ketë gjyqtarë që të dalin në minorancë, të cilët po ashtu të zbardhin dhe duan kohën e vet dhe ata për të zbardhur. Kështu që për mua gjykata kushtetuese do lënë në atë që ndjek gjykata kushtetuese, SPA-ku ka rrugë të tjera për ta ndjekur çështjen. Jam habitur pse në këtë rast zgjodhi këtë formë, se mund na e shmangte SPA-ku duke ndjekur se kishte hapur rrugën. Siç ka bërë me të tjerët, i drejtohej drejt për drejt kuvendit. S'kishte pse ndiqte këtë rrugë që ndoqi. Duke ndjekur këtë rrugë, atëherë e ka futur në një hulli të tillë procesin. Pra, ajo që është për mua më me interes është çfarë do ndodh nesër në Komisionin e Mandateve, i cili për mua nuk ka pse varet nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Por, thash tani kemi hyrë në një betejë politike dhe juridike, dhe siç dihet këto lloj betejash në Shqipëri çojnë në kalendat greke, dhe kur ta them unë që jam grada në Greqi, imagjino tani si janë kalendat greke në Shqipëri. Faleminderit për këtë koment. Kthehemi një herë pra tek gazeta. Pra ti sqarove mënyrën se si ishte marrë, që është përgjuar radio drejt për drejt Andrea Prendit, jo Qeliza bazë e komunikimit. Çfarë u tha tjetër? Shiko, ajo që ne ndodhemi në momentin kur prokuroria ka marrë një dosje e cila është hetuar për 14 vite nga të tjerë.